Vazhdon acarimi I retorikës mes Turqisë dhe Hollandës. Komisioni I dhomës së përfaqësuesve për zbulimin I kërkon presidentit Donald Trump të paraqesë prova për akuzat për përgjim. Forcat irakiane përparojnë në rimarrjen e kontrollit të Mosulit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditare. Unë jam Keita Kostreci. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama shkarkon edhe 3 ministra të tjerë. Ndërkohë Shqipëria dhe Greqia po synojnë për thellimin e bashkëpunimit për rritjen e sigurisë së kufive dhe përmirësimin e luftës ndaj formave të ndryshme të krimit. Në Tiranë, studiues dhe studentë të letërsisë nderuan gjuhëtarin dhe poetin Martin Camaj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi sot Hollandën se do ta paguante pasi nuk lejoi ministrin e jashtëm turk të hynte në atë vend dhe dëboi një tjetër ministre për të mos I lejuar ata që të mbanin tubime me imigrantë turq. Holanda ndërkohë e kritikoi si të papërgjegjshme ministren që u përpoq të vizitonte vendin pasi ishte thënë se nuk ishte mirëpritur. Zyrtarët holandezë I konsideruan gjithashtu të papranueshme sulmet verbale nga autoritetet turke, ndërsa po rëndohet më tej marrëdhënia me Ankaran. Autoritetet turke kanë bllokuar godinën e ambasadës holandeze në Ankara dhe deklaruan se ambasadori I Hollandës nuk është I mirëpritur në vend. Ministria turke për çështjet e familjes, Fatma Betulkaja, u dëbua dje nga Hollanda dhe u kthye mbrapsht në Gjermani nga policia holandeze që intaloi asaj mbajtjen e një fjalimi në një tubim në Rotterdam, ku më pas shpërthyen protestat përpara konsullatës së Turqisë. Hollanda po mundohet të rrisë tensionin e myslimanëve dhe me komunitetin turk në Evropë, duke ndaluar ministrin tonë. Kjo nuk do të jetë më të mirë të Hollandës, e gjithë popullsia e së cilës është sa gjysma e popullsisë së Stambollit. Kryetari I Bashkisë së Rotterdamit konfirmoi se policia holandeze po shoqëronte ministrin drejt kufirit gjerman. Yani bu yeterince bir ayıp, Avrupa için çok büyük bir ayıp. Si ta mendoj, ky është tashmë një turp për Evropën, një turp I madh. Ky është momenti që demokracia ra në nivelin më të ulët. Është e papranueshme që një ministre turke apo çfarëdo ministreje të trajtohet në këtë mënyrë. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde kabul edilmez. Qeveria holandeze tha se I kishte komunikuar Turqisë se nuk do të lëshonte pe për rendin dhe sigurinë publike. Pak pas mesnatës, policia filloi të largonte me forcë protestuesit nga zona e konsullatës. Forca speciale këmbësore dhe në Kuaj e shtyn turmën. Vetëm një ditë më parë, ministri I jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu ishte ndaluar të hynte në Hollandë, ndërsa po shtohet kundërshtia ndaj fushatës për referendumin që Turqia po zhvillon në mbar Bashkimin Evropian. Politikanët holandezë nga gjithë spektri politik kanë shprehur mbështetje për vendimin e kryeministrit Rutte për të mos lejuar këto vizita. Për shkak të turbullirës që kanë ngjallur, disa vende anëtare të BE-s janë kundër vizitave të ministrave turq për të bërë thirrje bashkombësve të tyre të votojnë në referendumin që do të ndryshojë kushtetutën e Turqisë. Megjithatë, Franca nuk krijoi pengesa ndaj ministrit të jashtëm turk Çavuşoglu, I cili mbërriti atje për të mbajtur një fjalim në një tubim në qytetin Metz. Ankaraja synon të rrisë mbështetjen në radhët e miliona turqëve që jetojnë dhe punojnë në Evropë për t'i dhënë më shumë pushtet presidentit Recep Tayyip Erdogan, I cili ka gjasa të përfitojë edhe qëndrimin në post deri në vitin 2029. Në Shtetet e Bashkuara, Komisioni I dhomës së përfaqësuesve për zbulimin I ka bërë kërkesë presidentit Donald Trump të paraqesë prova deri të hënën se telefonat në kullën Trump janë përgjuar gjatë fushatës presidenciale. Presidenti akuzoi në Twitter një javë më parë ish-presidentin Barack Obama se kishte urdhëruar përgjimin e telefonave, por zoti Trump nuk ka ofruar asnjë provë. Javën e kaluar, presidenti shkruajti në Twitter: "E tmerrshme, mësova se Obama më ka përgjuar në kullën Trump pak para fitores. Asgjë nuk u gjet." Kryetari I Komisionit të dhomës së përfaqësuesve për zbulimin Devin Nunes, një republikan nga Kalifornia, dhe Adam Schiff, demokrat nga Kalifornia, I dërguan një letër zotit Trump duke kërkuar prova për të mbështetur akuzat e tij mbi përgjimin. Më herët kësaj jave, ligjvënësi Adam Schiff tha në një konferencë për shtyp:
The President has asked our committee to Presidenti ka kërkuar komisionit ton të bëjë hetimin dhe unë do të thoja, zoti president, ne pranojmë dhe do ta kryejmë hetimin. Presidenti ka thënë se ky është një skandal që e bën skandalin e Watergate-it të duket diçka si e vogël, se pasardhësi i tij ka urdhëruar përgjigje të palishëm të fushatës së tij. Ky është një skandal i mundshëm. Alternativa është një tjetër skandal. Është skandali një presidenti amerikan në detyrë që akuzon paraardhësin e tij se ka vepruar në mënyrë të paskrupull dhe të palishme. Edhe ky do të jetë skandal nëse këto pretendime dalin të jenë të rreme. Dhe ne duhet të jemi në gjendje ta gjejmë përgjigjen në një kohë mjaft të shkurtër, nëse kjo akuzë është e vërtetë apo e rreme. That is also a scandal. Një zëdhënës i ish presidentit Obama ka thënë se akuzat e zotit Trump janë thjesht të rreme. Presidenti Trump nuk ka komentuar mbi përgjigjet që kur shkruajti në Twitter javën e kaluar. Sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, një president nuk mund të urdhërojë përgjimin e telefonit të dikujt tjetër. Ai do të duhet të ketë miratim nga një gjykatës federal dhe do të duhet të tregojë baza të arsyeshme sepse duhet të monitorohen telefonatat e një qytetari. Akuzat e përgjimit ka dhënë ngjarje të trajtohen në hetimin e Senatit mbi ndërhyrjen e dyshuar ruse gjatë zgjedhjeve dhe kontaktet e fushatës Trump me zyrtarët rus. Agjencitë amerikane të zbulimit kanë arritur në përfundimin se Rusia kreu sulmin kibernetik në kompjuterin e shefit të fushatës Clinton, John Podesta, me grupin WikiLeaks dhe pastaj lëshuan mijëra emailë të tij në javët para zgjedhjeve. Ajo ishte me sa duket pjesë e një përpjekje ruse për të ndihmuar zotin Trump të mundë demokraten Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Forcat irakiane me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara po hynë më në thellësi të Mosulit që të marrin pozicionet që ende janë në duart e Shtetit Islamik. General majori irakian Maal Saadi i tha agjencisë franceze se rreth më shumë se 1/3 e Mosulit perëndimor është nën kontrollin e njësive irakiane. Që kur filloi ofensiva e qeverisë në pjesën perëndimore të qytetit, SBA dhe komandantët irakian kanë përshkruar një rezistencë të ashpër të Shtetit Islamik, ndërsa ky grup ekstremist përpiqet të mbajë nën kontroll zonën më të fundit të rëndësishme urbane në vendin e shkatruar nga lufta. Ish-presidentja e shkarkuar koreano-jugore Park u kërkoi falje për krahasve të saj që siç tha ajo kishte dështuar në kryerjen e detyrës si presidente. Ajo u largua nga rezidenca presidenciale 2 ditë pasi gjykata kushtetuese la në fuqi votën e parlamentit për shkarkimin e saj për shkak të një skandali korrupsioni. Ajo mbriti sot në shtëpinë e saj ku qindra përkrahës kanë protestuar ndaj shkarkimit të saj. Zonja Park nuk foli për gazetarët, por një zëdhënës lexoi një deklarat ku ish-presidentja rikonfirmoi pafajësinë e saj dhe tha se megjithëse do duhet kohë, unë besoj se e vërteta me siguri do të dalë, ndërsa shprehu mirënjohjen për ata që e kanë mbështetur. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama vendosi sot shkarkimin e 3 ministrave të tjerë të kabinetit të tij pas largimit të djeshëm të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Jashtë qeverisë do të jenë edhe ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja, ai i mirëqenie sociale Blendi Klosi dhe ai i pushtetit vendor Bledi Çuçi. Zoti Rama tha se ndryshimet janë ndikuar nga nevoja për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme dhe nuk ka lidhje me protestën e opozitës, e cila prej më shumë se 3 javësh po kërkon një qeveri teknike. Kryetari i saj Lulzim Basha e cilësoi këtë lëvizje në kabinet si karikatura, duke rikonfirmuar se nuk tërhiqet nga kërkesa për largimin e kryeministrit Rama. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Në largimin e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, kryeministri Edi Rama nuk humbi kohë, por siç njoftuan që mbrëm burime pranë tij, sot vazhdoi me ndryshime të tjera në kabinetin qeveritar. Në mbledhjen e koordinatorëve të Partisë Socialiste për të 12 qarqet e vendit, shumica dërmuese të cilëve janë anëtarë të qeverisë, ai komunikoi largimin dhe të ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqja, atij të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi dhe të ministrit të Pushtetit Vendor dhe koordinatorit kombëtar për antikorrupsionin Bledi Çuçi. Shpjegimin zyrtar e dha pas ditë vetë kryeministri, i cili në mënyrë të përsëritur në të kaluarën ka refuzuar çdo hipotezë ndryshimesh në kabinetin e tij. Ndryshimet e qeverisë nuk reflektojnë asgjë tjetër, përveç se domosdoshmërinë që udhëheqësit tan politik të fushatës të Mëqeshorit të fokusohen me energji të reja dhe prani të vazhdueshme pranë njerëzve, në përballimin e volumit të jashtëzakonshëm të kontakteve me njerëzit që kërkon kjo fushatë.
Zoti Rama hodhi poshtë gjithashtu zërat se ndryshimet mund të kenë ardhur si pasojë ndonjë kërkese nga aleati i tij Ilir Meta, dhe aq më tepër si pasojë protestës së opozitës, e cila për më shumë se 3 javë po kërkon poshtë dritares së zyrës së tij krimin e një qeverie teknike që do të garantonte zgjedhje të lira e të ndershme, ndërsa ka refuzuar të regjistrohet për në garën e ardhshme elektorale. Këto ndryshime s'kan asnjë lidhje me shfaqjet elektorale që jepen 1 orë para dite dhe 1 orë pas dite në studion televizive që është instaluar këtu poshtë zyrës time. S'ka nësi lidhë ndryshimet as me deputetet e shkret PD-s, që bëjnë dhe turën natë me grafik për të ruajtur studion dhe turvullojnë me njëri tjetrin për pagesat e figurantëve, cilët me zi po i mbledhin për të dorëkitur liderin që nuk e ka. Zoti Rama foli me vlerësime për punën e të 4 anëtarëve të qeverisë që po largohen, veçanërisht për ministra Tahiri dhe Beqja, emra që prej një kohe shumë të gjatë kanë qenë ndër më të sulmuarit nga opozita, e cila këtë lëvizje të kryeministrit e quan truk. Ashtu siç u shpreh dhe mbrëm, kryetari demokrat Lulzim Basha edhe sot përsëriti se nuk mjaftohen me koka turku dhe se koka që kërkojnë është ajo e vet kryeministrit. Nuk kemi mbledhur që Padrino të shkarkoj shërbëtorët e tij. Nuk jemi këtu për shërbëtorët e Edi Ramës. 1, 2, 3, 4, 14 po të doj, leti shkarkoj të gjithë, çdo truk, çdo manovër, për t'i hedhur hi syve shqiptarëve, për t'ju adhënë sapunin për djath, apo Tahirin për ram. Është e pa pranueshme. Protesta vazhdon e do të vazhdoj deri në largimin e Edi Ramës, deri në garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme përmes një qeverie teknike. Ndërsa debatet për ndryshimet në kabinetin e zotit Rama do të vazhdojnë, tani mbetet për të parë cilët do të jenë emrat e rinj që do të përfshihen, veçanërisht kush do të jetë ministri i jashtëm i brendshëm, një nga figurat kyçe të qeverisë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Shqipëria dhe Greqia po synojnë thellimin e bashkëpunimit për rritjen e sigurisë së kufive dhe përmirësimin e luftës ndaj formave të ndryshme të krimit. Dy vendet po punojnë për të ngritur një qendër të përbashkët në kufi për të luftuar trafikun e narkotikëve, por dhe për të parandaluar elementët ekstremiste terrorizmin. Korrespondenti ynë Raimond Kola njofton. Mëngjesi çdo ditë është i ngarkuar në pikën kufitare të Kakavijës më e madhja që lidh Shqipërinë me Greqinë. Qindra udhëtar, kryesisht emigrantë shqiptar, lëvizin në kufite të dy vendeve me linjat urbane ndërkombëtare në kontrollet e imta policore. 10 raste të zbulimit në autobus të narkotikëve i kanë detyruar autoritetet si greke dhe shqiptare të shtojnë kontrollet, madje duke përdorur edhe qente antidrogës. Një pikë e kontrollit të mjeteve është mbështetur nga qeveria amerikane me pajisje që mundsojnë zbulimin e sasive të drogës. Lëvizja e njerëzve jo rrallë gjen edhe probleme në anën greke ku nuk mungojnë kthimet pas të qytetarëve shqiptar. Drejtoresha e policisë kufitare të Greqisë, Harura Cirigoti, tha se të dyja palët janë duke punuar që procedurat dhe kriteret e Schengenit të jenë të qarta për autoritetet në të dy anët e kufirit dhe informacioni për qytetarët jetë i shpejt dhe i qartë. Γι' αυτό το λόγο είμαι με τον συνάδελφό μου εδώ, να πάμε και από την ελληνική πλευρά, να δούμε πώς γίνεται ο διαβατηριακός έλεγχος, με ποια κριτήρια, με ποιες προϋποθέσεις και να δούμε από κοινού τι μπορούμε να βελτιώσουμε και πώς μπορεί οι Αλβανοί πολίτες να ενημερώνονται πιο γρήγορα. Dhe si të njoftojnë dhe njoftimi i qytetarëve shqiptar të bëhet konformizuar. Autoritetet greke kanë shprehur vullnetin të përmirësojnë praktikën e përpunimit dokumentacionit për qytetarët shqiptar. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë shqiptare, Gens Merepeza, deklaron se inspektimet e përbashkëta synojnë të japin mesazhin që të dyja polici do të jenë në shërbim të qytetarëve për të patur një kalim të qetë në pikat e kalimit kufitar dhe për të lehtësuar procedurat që të mos vonohen shumë në radhë të gjata. Për të dhënë mesazhin që të dyja policit do të jenë në shërbim të qytetarëve për të patur një kalim të qetë në pikat e kalimit, për të lehtësuar procedurat që ata të mos vonohen shumë në radhë, duke patur parasysh që kemi përpara festat e Pashkve dhe sezonin veror. Një tjetër spektër i kontrollit në kufi është ai i skanimit të automjeteve të mëdha tregtare. Kjo pikë përpunon masën më të madhe të shkëmbimeve tregtare mes të dy vendeve dhe nuk kanë munguar raste kur kamion të ngarkuar me sasi narkotikësh kanë lëvizur drejt Greqisë dhe janë bllokuar si në anën greke dhe atë shqiptare. Shqipëria dhe Greqia kanë vendosur që të ngrenë një qendër të përbashkët të informacionit, e cila jo vetëm do të punojë për ngritjen e sigurisë në kufi, por edhe për luftën ndaj elementëve ekstremistë dhe parandalimin e terrorizmit.
Drejtoresha e përgjithshme e policisë greke tha se grupe ekspertësh po punojnë mbi legjislacionin dhe ajo shpreson që marrëveshja të arrihet të nënshkruhet brenda këtij viti për ngritjen e kësaj qendre. Ο σκοπός της αστυνομίας τόσο της ελληνικής όσο και της αλβανικής είναι η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Është lufta e krimit ndërkufitar. Συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Luftën kundër terrorizmit dhe hyrjen e paligjshme të emigrantëve. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë kufitare shqiptare Merepeza thotë se forcimi i bashkëpunimit rrit sigurinë kufitare mes të dy vendeve. Neve bëjmë shkëmbim informacioni në kohë reale në kufi për çdo rast që kemi. Identifikojmë shtetas që kalojnë në mënyrë të paligjshme kufirin, njoftojmë palën greke, i themi që kaq shtetas po kalojnë në mënyrë të paligjshme në drejtimin tuaj, merrni masa për t'i identifikuar dhe ndaluar. Pala greke na njofton neve për raste të ngjashme. Domethënë ne punojmë bashkë dhe kjo është ajo mesazhi më i rëndësishëm që ne mund t'japim sot. Ne punojmë bashkë për të luftuar të keqen. Ndërsa autoritetet kufitare të Shqipërisë dhe Greqisë shohin me vullnet të mirë përmirësimin e shërbimeve kufitare, 10 emigrantë në anën greke presin të kryen praktikat në syt kureshtar. Në jo pak raste me gjithë vullnetin e mirë, sipas tyre, radhët e gjata në kufi burojnë dhe nga mungesa e kapacitetit të pikalimeve për të përpunuar numrin e lartë të njerëzve dhe të mjeteve. Për Zërin e Amerikës nga pika kufitare Kakavijës, Raymond Kola. Në Tiranë, studiues dhe studentë letërsisë nderuan gjuhëtarin dhe poetin Martin Camaj. Shtëpia botuese Onufri botoi veprën e plotë të shkrimtarit dhe gjuhëtarit Camaj, i cili la pas një vepër të gjerë dhe cilësore, por për paradoks ai ende njihet pak në Shqipëri. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Shtëpia botuese Onufri dhe Universiteti i Myniut Ludvig Maximilian organizuan në Tiranë një takim letrar kushtuar shkrimtarit dhe studiuesit të njohur shqiptar Martin Camaj. Në këtë mbrëmje letrare morën pjesë shumë botues dhe studiues nga Shqipëria, Kosova, Italia dhe Gjermania, se dhe i numri i madh studentësh nga universitetet e këtyre vendeve. Martin Camaj është talenti i tij, ai i cili na njeh sot dhe vepra e tij. Është një element transuranik, nuk gjendet në natyrë një person si Martin Camaj. Është diçka që i përket shpirtit, edhe në poezi, në veprën e tij ka dhënë një copza që kanë me metë të shpirtit shqiptar. Kontaktet i ka pasur shumë të gjalla me të gjithë qarqet kulturore, me Esat Mikulin, me Idriza Jetin, me Anton Çetën, me Hasan Kaleshin, me gjithë brezin e intelektualëve të atëhershëm. Martini botoi në Kosovë 2 librat e parë. Martini marrëdhënien me Kosovën e ka pasur shumë të begatshme. Ka qenë një mësues, me të vërtetë një pedagog i shkëlqyer. Por kontributi i Martinit, për të cilin unë jam shumë si mund ta them, jam krenar, është fakti që ai ka vënë në loje disa aspekte të poetëve tanë si Jeronim Derade, si Xhef Skiroji, duke i rikujtuar disa herë duke kujtuar fjalët, shprehjet më të mbrehta që kanë përdorur. Vepra e plotë e Martin Camajt u botua me rastin e 25 vjetorit të vdekjes, ndërsa kolegë dhe studiues të shumë nga disa shtete vlerësuan krijimtarinë e tij shkencore në gjuhësi dhe atë letrare në prozë dhe poezi. Martini ka qenë njëri i mirë sa buk. Ai nuk ka qenë vetëm një gjuhëtar i madh dhe poet, dhe si njeri dhe si mik, ai ka qenë një mrekulli. Martin Camaj ende nuk njihet mjaft në Shqipëri. Gjë që më trishton, bile mund të them që më shokon. Sa i përket aktivitetit letrar të Martin Camajt, kjo u vu në dukje fare mirë dhe nga parafolësit e mi. Ne si katedër e ndjem si detyrim moral që mundësisht të ezaurojmë krijimtarinë e tij letrare të botuar ose të pabotuar dhe t'ia përcjellim të tillë me një botim të natyrës kryesisht
egzotike. Martini ka qenë dyfish i vetmuar se këtë mundësi nuk e ka pasur kurrë asnjëherë, as në Shqipërinë e tij, as në Kosovë, askund. Mbas viteve 90, ku do të ishte krejt normale një ballafaqim, komunikim i Martinit me lexuesin, vazhdoi për ironi, për paradoks, vetmia e tij tashmë në formën e një indiference. Si drejtuesi katedrës së albanologjisë në Universitetin Maksimilian të Myniut, profesor Martin Camaj la pas një vepër të gjerë shkencore mjaft të vlefshme për gjuhësinë shqiptare. Ai shkroi po ashtu vëllime me poezi dhe proza, të cilat tani po i kthehen lexuesit shqiptar fal redaktimeve profesionale të disa kolegëve, i studentëve dhe miqve të tij. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kelmendi me fshatrat e tij është një nga zonat e njohura për traditat dhe pasuritë kulturore dhe natyrore. Mes fshatrave të Kelmendit dallohet Lëpusha, ku janë krijuar mundësi për zhvillimin e turizmit dimror, të cilin po e mbështet dhe promovon organizata Vis Albania. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Plum Sulo ishte në fshatin Lëpush dhe përgatiti reportazhin. Malësia Kelmendit shtrihet në skajin më verior të Shqipërisë mes Alpeve shqiptare dhe përbëhet nga 8 fshatra me rreth 6500 banor. Nga fillimi i këtij viti, Kelmendi përshkohet nga një rrugë e re automobilistike që shkon drejt malit të Zi. Mes Tamarës dhe Vermoshit gjendet fshati Lëpush, një nga më të bukurit në Shqipëri. Rruga automobilistike ka nxitur banorët e kësaj zone që t'i kushtojnë vëmendje traditave të tyre për të tërhequr sa më shumë vizitorë vendasve të huaj. E izoluar plotësisht gjatë periudhës së regjimit komunist si një fshat kufitar me ish Jugosllavin, pas vitit 1991 Lëpusha u bë e njohur për logun e bjeshkëve dhe peizazhin malor, ndërkohë që vitet e fundit po shndërrohet me shpejtësi edhe në një qendër pritse për vizitorët, duke ngritur shtëpi pritse siç është edhe ajo me emrin Alpin, e ndërtuar nga banori i këtij fshati Luiz Cekaj. Këto jem 22 shtëpi. 15 me 15 jem në Amerikë 50%. Me 50 jem këto. Bujtina ka edhe 6, duke pa mua, filluan edhe të tjerë, bojnë pritjen e turista. Menojmë që do rritet kapaciteti, do rritet shërbimi, faleminderit edhe pejt, sidomos anglezëve, amerikanëve që po na e frekuentojnë Lëpushën. Prej 6 vitesh, banorët e Lëpushës po mbështeten nga programi Vis Albania i qeverisë italiane për ngritjen e shtëpive pritse dhe trajnimin e banorëve me synim që t'u ofrojnë vizitorëve traditën e tyre kryesisht në drejtim të kuzhinës dhe produkteve bio-vendase. Në përpjekje për të promovuar shtëpitë pritse të Lëpushës, Vis Albania organizoi këto ditëmarrësi promovimin e turizmit dimror në Lëpush me operator turistik dhe bashkëpunëtor që punojnë në fushën e zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Falë ndërhyrjes së Visit në zonën e Lëpushës, është siguruar sistemi i ngrohjes me kaldaja. Kjo është bërë në bashkëpunim me pronarët e shtëpive pritse, pra ka qenë një fond i ndarë në 2 pjesë, dhe kjo do t'i ofronte turistit edhe një cilësi më shumë të shërbimit të turizmit dimror, pra do të shkojnë në këto zona, po do të gjejnë edhe disa kushte më të mira. Gjithashtu është bërë edhe blerja e rrathëve të dëborës, që do të mundësonte edhe përshkimin e shtigjeve që Vis ka mbështetur gjatë viteve të prezencës së tij në malësi të madhe. Megjithëse po arrin mesi i marsit, në Lëpush vazhdon të bjerë dëbor, që sipas operatorëve turistik është një mundësi e mirë për të promovuar turizmin dimror dhe ecjen me radhë në përshtigjet e Alpeve shqiptare. Një pikë kyçe për turizmin, sidomos për turizmin e Alpeve, sepse ka lidhje me Alpet, me pjesën e Alpeve të Malit të Zit të ditëve sone, dhe kufiri me Malin e Zit këtu është shumë e lehtë dhe shumë vizitor kërkojnë që ta bëjnë kalimin në Malin e Zit në Males. Për momentin ne kemi turet e ecjeve malore që kalojnë 2 ditë ose 3 ditë në Kelmend, por turi është goxha i gjatë, turet janë diku te 12-15 ditore dhe ato kalojnë në Shqipëri, në Kosovë dhe në Mal të Zit. Dhe me thënë, një nga ecjet për shembull fillon nga Lëpusha edhe kalon përtej në Mal të Zi, në Gërbaj. Edhe është shumë e pasur për sa i përket traditës edhe turizmit shqiptar. Kështu që do kisha kërkuar edhe unë si punoj se i mjedisi që të kushtohet një vëmendje
më e thellë edhe më e rëndësishme kësaj zone të mos ta prishim siç janë prish shumë zonat e turizmit në Shqipëri. Mes vizitorëve të lëpushës ka edhe mjaft të huaj, kryesisht amerikan dhe gjerman, të cilët i tërheq peizazhi i pakrahasueshëm i Alpeve dhe fshatrave të Kelmendit. I arrived here the first time in 2012. Kam ardhur këtu në Lëpush për herë të parë që në vitin 2012 dhe kam parë këtu një vend shumë të bukur, pak të zhvilluar dhe me njerëz jashtëzakonisht miqësor. Është e rëndësishme të ruajnë veçoritë e zonës së Kelmendit, të shtojnë shërbimet për njerëzit dhe të ketë një plan të qëndrueshëm dhe gradual për zhvillimin e turizmit, gjë që për mendimin tim po e bën shumë mirë Vis Albania. Edhe Luiz Cekaj thotë se pas rrugës së re që lidh Tamaren me Vermoshin, kërkojnë investime të tjera për të mundësuar një zhvillim të qëndrueshëm të Lëpushës dhe gjithë zonës së Kelmendit. Shpresojmë që të bëhen edhe dritat, se një turist don internetin, duke mos funksionuar drita telefoni që nuk ekziston hiç në zonën tonë. Shpresojmë që ndërhyhet. Plus edhe me masterplan për zhvillimin e fshatit Bukurosh Lëpush. Interesimi në rritje për Kelmendin dhe në veçanti për fshatin Lëpush, të cilësuar si perle e Alpeve shqiptare, jo vetëm për peizazhin natyror, por edhe mundësi që ofron në drejtim të turizmit malor, esjes dhe rrëshitjes mbi dobor, njohjes së florës dhe kafshëve të egra, e ka bërë të nevojshme tani që institucionet shtetërore të ndërhyjnë me shpejtësi për mbrojtjen e zonës nga dëmtimet e mundshme. Për të menaxhuar zonën e Lëpushës, gjithashtu edhe të Kelmendit, si Ministri i Mjedisit, në kuadër Agjencisë Kombëtare Zonat Mbrojtura, përpiqemi që ta shpallim Kelmendin zonë mbrojtur. Për zërin e Amerikës nga fshati Lëpush i Kelmendit, Pëllum Sulo. Eksoskeletet e motorizuar mund të ndihmojnë njerëzit me probleme muskulore që të kryejnë lëvizje. Eksoskeletet shpesh ndërtohen me metal që i bën mjaft të ngurtë, por hulumtuesit në një universitet të Zvicrës po punojnë për robot më elastik me përbërje plastike që mund të zëvendësojnë nyjet metalike tek eksoskeletet, duke mundësuar përdorimin më të lehtë të tyre. Robotët me pjesë lëvizëse si muskujt janë ndërtuar me silikon plastik që do të bënte më të lehtë lëvizjen e njerëzve me të meta fizike. Përbërja prej polimeri mund të përdoret për të zëvendësuar materialet e ashpra tek nyjet lidhëse të eksoskeletëve. Materialet e ngurtë apo prej metalit të rënd kufizojnë lëvizjet e njeriut dhe nuk janë të rehatshme, ndërsa këto materiale nga përzierjet prej silikoni dhe plastike janë më të rehatshme dhe ofrojnë më shumë lëvizshmëri dhe mbrojtje. Robotët kontrollohen përmes ndryshimit të presionit të arit nëpër xhepa të veçantë të ndërtuar brenda skeletit. Sistemi modular mund të lëvizë rreth trupit të individit ku është nevoja për mbështetje fizike. Tu përfshihen dhe individ me dhimbje mesi. Hulumtuesit kanë krijuar një rrip për përdorim të mundshëm për pacientët që kanë kaluar goditje në tru që t'i mbajnë ata drejt gjatë ushtrimeve për rehabilitim. Pajisja mund të përdoret për të korrigjuar asimetrinë në mënyrë që fokusi të përqendrohet tek rifitimi i ecjes, ndaj rripi shërben për të mbajtur pjesën e sipërme të trupit. Rripi është i lidhur me një sistem të jashtëm pompash. Hulumtuesit shpresojnë të zvogëlojnë mallsinë e tyre në mënyrë që ato të mund të vihen në rrip. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Për informacionet më të fundit mund të na vizitoni në faqen e internetit zëriamerikës.com. Natën e mirë dhe mirupafshim.